se vini në kanalin tim në një tjetër video, një video të re. Shikoni pak sa është ora. Ora 2:26, unë sa po bëra dushin, edhe pse kisha bërë një dush në mëngjes para se të shkonim tek pediatri, sepse sot kishim takimin e dytë tek pediatri, këto që po mbien këtu se që kanë shumë hidratuese. Kishim takimin e dytë tek pediatri për Ohemin në orën 10 mëngjesit. Ishim, çdo gjë shkoi shumë mirë. Ohema kishte marrë peshën plus domethënë kishte shtuar goxha, domethënë kishte kaluar edhe peshën e lindjes që ishte qëllimi, dhe po këtë isha shumë e lumtur sepse në 2 ditë kohë, le të themi ka pas 2-3 ditë kohë që duhet ta merrte, kështu që jam shumë e lumtur, do thotë që po ushqet mirë, sepse të paktën për mua, kur ushqej beben me gjie, e shoh që pin, e shoh që do thënë edhe lagët edhe gjithandej ka shoqërzotit mjaftueshëm, por që nuk e di sa pin, nuk e din sa pin, sikur është me biberon që e din sa mililitra ka pirë, edhe është kjo pak, të paktën për mua është pak, nuk e di, është ngopur, apo jo, edhe pse orët e gjumit i bën shumë mirë, zgjohet për të pirë në çdo 2:30, natën më parë vendosi alarm, kurse tani nuk vendos fare se qohet vetë. Kështu që jam shumë e lumtur dhe falenderoj Zotin që po shkon çdo gjë okay. Ju kam thënë që më ushqet vetëm me qumësh gjiri, pa biberon, nuk i kam dhënë akoma quqën, as biberon, sepse më tha mamia që me qenë se Ohema kishte vështirësi për të kapë gjirin, më tha që Dora do të kape gjirin, kështu që nuk është nevoja që t'i fusim për momentin as biberon as quqë, sepse do kesh edhe më vështirësi. Kjo në fakt ka qenë arsyeja, por që më tha që në qoftë se më vonë normale që do keni një gjë ose do lini bebin tek gjyshrit ose duhet dalësh ose të bësh diçka, patjetër mund t'ja futesh edhe në biberon, nuk do thot asgjë sepse nuk do ndikoj tek gjiri, duke qenë se ja ka marrë dorën, kështu që po, për momentin jam në shtëpi, jam me të dhe nuk është se ka nevojë për biberon, mendoj. Pas ishim te doktori, isha edhe tek farmacia, sepse mundeshën të marrë 2-3 gjëra që më dha mjeku për Ohemën, mora disa pambuk, sepse më ishte mbaruar pambuku me cilin e pastroj, dhe mora këtë, më shkruajti këtë ilaçin për Ohemën, sepse në fakt e kisha vënë re që te goja kishte një pjesë shtresë të bardhë, edhe kur isha te pediatri e pa dhe i thash dhe më tha është një mukozë që nuk e di ku e lash sepse më mori pediatria në telefon që do kaloj javës tjetër. Po, më dhan këtë sepse Ohemës ju thash që është bërë një pjesë e bardhë këtu, një mukozë nga qumshti, nuk e di, është një mikrob më tha, kështu që më tha që t'ja lyj 3 herë në ditë gojën, gjuhën më sakt me këtë, dhe gjithashtu do lyj edhe kokat e gjirit. Është kjo, më dha këtë me shkrim mjeku dhe më tha që ta bëj 3 herë në ditë, edhe nëse ikën duhet vazhdoj 5 ditë pastaj. Pastaj u futa tek farmacia, mora edhe gjëra tjera, mora vajin e strijave sepse kam këtë që po mbaron dhe duhet përdoret vaj strijave edhe pas lindjes. Në bark nuk kam asnjë stri, asnjë shenjë, po kam vënë re këto ditët, se në fakt nuk kam pas kohë të merra shumë me veten, nëse më kuptoni, që më kishin dalë 2-3 strija nga pjesa e pasme dhe u mërzita shumë kur i pash, të them drejtën, sepse kam bërë shumë kujdes, e kam lyer gjithë trupin gjatë gjithë shtatzanisë dhe për pak ditë që nuk jam kujdesur shumë për veten, themi, këto ditët pasi kam lind, se nuk kam pas kohë, më kishin dalë dhe u mërzita shumë, por që tani do bëj më të mirën që të mundem. Mora gjithashtu edhe skincare, kam vendosur të ndryshoj rutinën e fytyrës sepse kam fytyrën pak jo shumë mirë, nuk e di nëse dallohet në kamerë, nuk e di nëse dallohet, por ditët e para pas lindjes i kisha shumë mirë, shumë pastër, çudita me veten time, dhe tani ka filluar dhe kam puqra, më kanë dalë puqra dhe vendosa të marrë një rutinë të re, duke parë edhe në internet, por duke pyetur edhe gjithashtu tek farmacia dhe kam marrë gjitha firmës Aven. Doja t'rregoj, nuk e di nëse do funksionoj apo jo dhe nëse do më ndihmoj me aknet puqrat, nuk e di se ç'a janë, nuk e di nëse ikin, por që me kohën do ju njoftoj. Thjesht kam marrë rutinë darke dhe rutinë mëngjesi. Kam marrë këtë kremin që është shumë i njohur dhe kam parë super review të mira në internet, por që nuk duhet përdoret çdo ditë dhe duhet lënë çdo 15, domethënë përdoret 2 herë në javë në darkë, vendoset si mask, domethënë flihet me këtë dhe gjithashtu të nesëm duhet patjetër të vendosni SPF 50 kur ta vendosni këtë në darkë. Edhe është si punë kure që i bëhet lëkurës,
është kjo këtu. Për në dark, do përdor përveç larsit që kam edhe larsin Aven dhe larsin me bazë vajore, do të thënë duhet mos harroni të bëni 2 herë larje fytyrës. Do përdor këtë, që është ky kremi këtu, që thotë është acne prone skin, që do të thënë që qëllimi i këtij kremit është ul pikat e zeza, puçrat, aknet në fytyrë. Thotë që është provuar që nga dita e 7 e përdorimit, do të thënë që nga dita e 7 e përdorimit shikoni rezultat, ul puçrat e pikat e zeza, edhe është këtu. Është këtu që do e përdor në darka, në çdo dark. Ndërsa për mëngjes kam marrë këtë serumin, që është përsëri i Avenit, është thjesht një serum hidratues, do e përdor në mëngjes në rutinën e mëngjesit, dhe është kështu për në mëngjes, dhe pastaj pas serumit gjithmonë do vendos këtë kremin hidratues, që është edhe ky në bazë gjeli. Gjithashtu është për lëkurat sensitive me imperfeksione, që është e njëjta, do të thënë rasti im, dhe vjen dhe duket kështu. Kështu për momentin do e maj thjesht, dhe sigurisht mos harroni, dhe sigurisht që gjatë ditës SPF-ja 50 përdor këtë, e kam që nga Vera dhe është në fund. Ndërsa kjo, ju thash që përdor 2 herë në javë, është vjen kështu si punë kështu. Është kështu si punë, më tha që është pak si punë paste, si punë maske, më tha. Por që jo gjithmonë 2 herë në javë derisa të shikoni një rezultat në fytyrë. Unë do bëj sot në dark, edhe asgjë tjetër, vendosë vetëm kjo dhe asgjë tjetër. Këto mora edhe po mendoj ta mbaj rutinën kështu për momentin, përdor vetëm këtë linjën e Avenit të thjesht, pastaj me kohën, kur të ngrohet edhe pak koha, do mundohem të fus edhe gjërat e tjera në rutinë. Për momentin kështu do e mbaj thjesht, derisa ta mbaroj këtë kurën. Ohema po flet në gjumë dhe është me babin e vet në sallon, edhe tani po ngrihem, do të bëj diçka për të pirë, ndoshta një smoothie, se më pëlqen shumë të pi smoothie. E kam akoma këtë vesin e mirë, themi që nga Shtatzania. Ui? Edhe kështu do bëj një smoothie, edhe ka bërë kohë mirë këtë ditë, e kemi nxjerrë te balkoni një divan që kam pasur tek një dhomë ku kam qenë studente, edhe është super ngrohtë o zot. Shikoni si flele burushja mamit vet. Sa mirë i ka hap krahat këtu edhe po fle. Kjo gjëja këtu është spëtim jete, është një është me zhurma të bardha, edhe Ohema e pëlqen shumë kjo me ujin. E vem ata aty edhe e qetëson. Përshëndetje nga dita tjetër. Sot është ditë e diel edhe është dita jon e fundit, do të thënë është dita e fundit e Gerit në shtëpi, nesër fillon punën. Edhe nuk e di se si do shkoj edhe si do kalojmë ditën pa Gerin, sepse ka 3 javë që Geri ka qenë në shtëpi, ju kam thënë. Edhe nesër do ishte një challenge për mua edhe Ohemën që do jemi vetëm të dyja bashk. Por do shohim, do e marr avash që kur jam bërë mami ka gjithmonë diçka që më ndërpret videon. Ohema, një punë, një telefonat,
kamera tani për bateri, kështu që ndodhi kjo tani. Po thoja që nesër do jemi vetëm dhe do shohim si do shkoj, kemi besim, do marrim gjërat avash. Unë, sidomos duhet me të vërtetë të them vetes stop, sepse ndonjëherë në fillim ka qenë vështirë të them drejtën, sepse më përpara i bëja gjërat me një herë, gjitha vetë. Por kur erdhi Ohema, doja prap tisha ajo dora që kam qenë përpara, të bëja gjitha gjërat, por që e vura re që nuk ja dilja dhe po stresoja veten dhe po mundoja shumë veten. Kështu që tani e lë kështu, vendin s'ka problem. Avash kur do të mundem, më rëndësishme është të pushoj, sepse nuk e di nëse kam thënë te video kaluar, por është shumë e rëndësishme që nëse ushqeni bebin me gjë, sidomos fillimi, të jeni sa më e qetë, sa më e pushueshme, sepse qumshti nuk ka magji, duhet të jesh relax, duhet të jesh e pushuar, sa më shumë të flesh aq më mirë është. Mundohesh domethënë që të flesh kur të fleje bebi, edhe sa më pak stres, sepse kjo ndikon në qumshtin e gjirit, kështu që ta keni parasysh edhe juve. Dje kisha shoqën time Morgan që erdhi vizit, edhe pa edhe Oheman për herë të parë, kaluam shumë bukur, blejmë maça, dolëm pak te balkoni tek keni parë të divani që kanë vendosur, e kështu qëndroj gjithë pas ditën edhe iku, dhe ti tregoj që na solli dhurat, që se më duk shumë interesante, edhe ta ndaj këtu me juve që ta kem që t'ja tregoj. E para kishte bler këtë arushin, po shikoni pak sa bukur është, sepse këtu lexon tek veshja e arushit, lexon Ohema, shikojeni pak? Dhe ishte shumë bukur. Ajo është e fiksuar me këto Jellycat, me këto arushat, edhe ja kishte marrë edhe këtë Ohemës, që është shumë e bukur dhe me ndonjë ide shumë e mirë dhurate mbi gjitha me personalizimin këtu. Kështu që edhe shumë i butë. Do t'i vendosin një emër këtij, sepse gjitha arushat tek ne kanë një emër dhe ky akoma s'ke vendosur një emër. Më kishte marrë, se unë kam hapë, më kishte marrë një pishqir që është me gjithë këtë dorezën që laj bebin. So unë e laj në fakt bebin me këto. Nuk e di se si lan juve, por unë shumë kam su mamia ta laj me këto. Edhe një pishqir, shumë i lezetshëm, ngjyrë roz, shumë cute, që do t'i hedh për t'i larë, edhe prandaj nuk i kam hap, sepse tash do t'i tregoj këtu, pastaj t'i fus për t'i larë. Më kishte sjellur këto, që nuk janë kurrë mjaftueshëm, janë, shikoni pak, janë 70% bambu dhe 30% koton. Pambuk janë shumë të mira, mund të lash pjesët e trupit tot këtu me këto, janë 12 copa, shumë të buta janë këto, kështu lecka të vogla. Shikoni pak sa cute kanë këtu. Janë lecka të vogla që të pastrosh babyn, ose ti marrësh me vete, kudo që shkon. Edhe këto do i hedh për t'i larë, direkt. 12 copa kishte kjo, super. Dhe janë super material me bambu, sidomos, super. Nga po e njëjta firmë, kishte marrë këto, janë 6 copa, janë pak më të mëdhaja. Këto janë 100% bambu. Këto janë edhe super soft, shumë të buta. Ja ku thot 100% bambu. Shikoni pak, janë pak më të mëdhaja në mas, sepse i pash edhe këto i hapa. Ja, janë pak më të mëdhaja. Në nuk e keni idenë sa të buta janë. Pas ka dalë fija këtu, por që dhe janë ngjyra të ndryshme. Edhe këto do i hedhin për t'u larë. Diçka tjetër, apo këto vinë edhe me këtë, kështu që kur t'i futim makinë, për t'i larë t'i fusim këtu që të mos përzihen me rrobat e tjera. Një gjë tjetër që më pëlqeu shumë edhe nuk e kam blerë, sepse normalisht shumë herët, janë këto fuqet e dhëmbëve, që të rritet Ohema kur t'i dalin kicat. Janë me bambu, shikoni pak, edhe këto me bambu janë shumë të mira, shumë cute. Ka 4 ngjyra të ndryshme. Ohema po grindet sepse ka pirë, edhe po i dhem pak barë, po më duke, sepse po e dëgjoj se ka gazra. Dhe është me babin e vet. Gjithashtu, kishte futur edhe këtë Katelinën, shumë të bukur, shumë cute.
që është personale dhe lexoj poemës dhe ja mbaj kur të rritet. Gjithashtu më kishte bler edhe lulet që i kam filmuar këtu, janë ato lulet atje edhe këtu të tavolina. Lulet ishin për mamen, kishte marrë 3 palë lloje tulipanash, ngjyrë lila, bardh edhe roz, edhe i ndava në 2 buqeta, siç i pat, besoj, te klipi më përpara. Gjithashtu edhe drejtoresha Geri, domethënë kishte sjell këtë në boksin, në kishte sjell me post, shikoni pak. Edhe këtu ka personalizuar sepse është shkruar me emri i Ohemës. Është në flamanisht. Gjithashtu ishte një arush i vogël që e kam fut për tu lar, shumë i vogël, shumë i lezetshëm. Por që po, të ishin dhuratat që kemi marrë së fundmi, e tash t'i ndaj edhe këtu me juve, sot është ditë e diel, do mundohemi ta shijoj, të dalim, do shkojmë tek prindrit, marrim ushqim, unë tek mami, Geri tek mami vet. Besoj se edhe këtë javë do na bëjnë edhe do i them mjafton sepse do ja marrim dorën avash edhe ato lodhen edhe normale. Por që jemi shumë me fat që kemi pasur mundësinë paktën nga ana ushqimit, nuk është se kemi bra shumë në vjen sepse çdo të diel është diela e tretë kjo që na kanë sjell ushqim. Kështu, po mundohemi ta shijojmë këtë të dielën bashkë, Geri po merret me Ohemën. Është shumë e çuditshme kur je prind, sa shumë këngë krijon, sa shumë këngë i krijon në mendje në moment. Po mundohemi edhe ne pak nga pak t'ja marrim dorën gjërave, edhe si gjithë tjerë do ja dalim edhe ne. Natën Ohema është okay, domethënë normal që zgjohet vetëm për të pirë edhe për ta ndruar, gjithashtu edhe ditën, ka raste që ditën është grindet, ka raste që edhe natën i dhem ndonjëherë barku ose normale, këto gjërat e vogla që kanë fëmijët, por me gji edhe, por e marr gjithmonë dhe jap qumësht. Thënë drejtën, kontakti me nënën është ilaç për fëmijët, kështu që ja sugjeroj ta bëni sa më shumë. Tani po ngrihem, po bëhem gati, edhe po mendojmë tash që do dalim.